Sipas rezultatit paraprak, kandidati propozuar nga koalicioni Aleanca për Shqipërinë Europiane, zoti Ilia Stefo, ka marrë 5.136 vota, e thënë ndryshe 62.86%, ndërsa kandidati propozuar nga koalicioni Aleanca Popullore për Punë dhe Dinjitet, zoti Dritan Hajro, ka marrë 3.053 vota, thënë ndryshe 37.14%. Rezultatet paraprake për çdo kuti votimi të numëruar u raportuan në kohë reale nga KZAZ-ja në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, rezultate të cilat u shfaqen edhe në faqen zyrtare gjatë gjithë natës së mbrëmshme, të cilat ndodhen dhe sot dhe patën mundësi të gjithë qytetarët apo të gjithë të interesuar të shikonin në kohë reale. Theksojmë se tabela përmbledhëse e rezultateve të zgjedhjeve të zonës administrimit zgjedhor nr. 73 Kolonjë për zgjedhjet për kryetarin e Bashkisë së Kolonjës miratohet dhe shpallet me vendim nga Komisioni Zonës së Administrimit Zgjedhor nr. 73. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve është në pritje të marrjes në dorëzim nga KZAZ-ja 73 të çdo materiali zgjedhor, kuti votimi, kutit materialeve zgjedhore, vulat e të tjerë, të çdo dokumentacioni zgjedhor të administruar nga KZAZ-ja, veçanërisht tabelën përmbledhëse të rezultateve të zgjedhjeve në këtë bashki, si dhe tabelat origjinale të rezultateve për çdo qendër votimi.